Kryeministri Edi Rama ka inspektuar kantierin e Kengo Art Park, një projekt që po ndërtohet në mes të natyrës së Petrelës në 32.000 metra katror sipërfaqe, e që do të shërbejë si një qendër e re për artin dhe kulturën. I shoqëruar nga drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Dritana Golli, kryeministri ndoqi nga afër punën që po kryhet në këtë kantier, i cili do të shndërrohet në një park ku do të gjejnë hapësirën e tyre të gjitha moshat. Furniturave të brendshme dhe pjesa e suvatimeve të brendshme që do jetë me suva akustike dhe kundra lagështirës për që janë të veçanta për këto lloj funksionesh. Ky si projekt është në fazën e projekteve që qeveria shqiptare ka ndërmarrë për transformimin e aseteve publike, të cilat kanë degraduar duke kthyer këto në qendra zhvillimi, duke kthyer si nga pikpamja arkitekturore dhe urbanistike, po ashtu edhe nga pikpamja funksionale. Duke kthyer në një qendër arti, inovacioni, kulture, por dhe një qendër socializimi për të rinj dhe për fëmijët, të cilët mund vinë këtu, do ketë workshope, punishte, ashtu dhe mjediset e tjera ndihmëse në funksion të këtij, duke kthyer realisht në një park në mes të natyrës. Praktikisht këtu ku jemi do ketë një ndër të tjetër, ku do të pjesa e tendës, së bashku me një godinë të re që do bëhet në vazhdimsi. Arkitekti në pjesë të mirë të godinave ka dashur të ruajnë, duke pasur edhe një memorie historike të këtyre godinave. Praktikisht janë ruajtur godinat ekzistojnë, por janë riperforcuar komplet nga e para. I projektuar nga mjeshtri arkitekturës japonezi Kengo Kuma, parku pritet jetë gati në shtator të vitit ardhshëm.